Përshëndetje nga Kevin Artisti. Sot jena të ftuar special në Padel Zone, ku do të hapet ky vend unik, i cili ka hapësirë për të gjithë adhuruesit të sportit. Vendi ndodhet tek Lagja Marigon, kështu që bashkë me mua eja brenda të këshyrim se çfarë do të zhvillohet brenda. E momentalisht jemi këtu me partnerat e Padel Zone. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Armendi. Përshëndetje, unë jam Medoni. Çfarë na ofron ky vend unik? Ky na ofron gjithçka sa i përket padelit, që është një sport shumë atraktiv, edhe në kohën e sot ku kemi nevojë për sport më shumë edhe kemi nevojë me largu stresin edhe me bo diçka për vetveti, ky është sporti më i ri. A dëshironi edhe ju këtë sport apo ka lindë ideja, sepse nuk kom po vetëm YouTube kështu? Jo, këtë sport kemi fillu bashkë me Armendin me lujt para gati 3 viteve, pse është me luj, unë pse ka fillu si sport i ri në Kosovë. Edhe aty na ka lindë dëshira në mënyrë me bën një vend pak më unik, ku përveç se mundja me lujt mundemi edhe me nejt, me pi kafe, me pi një birë, mas lojës, me kryer një lloj komuniteti. Do të jetë i hapur për ditë apo? Po, ashtu është plani, siç e thënë doni na e dojnë shumë sportin, edhe për ata kemi marrë iniciativë me pru në një nivel tjetër, ku të ofron pak më shumë me disa aktivitete për rreth që veç pishani. A mori kohë kjo ide, kjo realizim, sepse po duket po vend unik. Besoj që kur vullneti është ato mundësi tani dalin. Në kuptimin që ka marrë pak kohë, po që u kry. Unë kisha dashur mi u po juve dyve të demonstru pak lojën, sepse nuk i di rregullat. Para shkurt. Po kry, hajde bja u kallzojnë pak. Unë pe provoj për jetë por këtë sport. Qysh jenë rregullat? Falem. Kur fiton dikush? A fitum? 2 herë. Po, okej. Pa vetë kukës sportist. E unë vetëm lujta pak edhe polla që ky është një lojtar i klasit botëror. Përshëndetje. Përshëndetje. Quhesh? Alban Zoga jam unë. Unë kam luajt tenis, unë luaj tenis në fakt. Tenisi është pak më i madh se ky. Dhe në anën tjetër kam luajt edhe ping-pong. Ping-pong është më i vogël. Padeli është mes tenisit edhe ping-pongut, edhe sidomos ata që kanë luajt tenis edhe ping-pong ose këto sportet e dorës, shpejt e kapin këtë sport. Është më atraktiv. Tepër atraktiv për arsye se janë rregullat e reja të lojës, përdoret edhe gjami mbrapa, edhe relativisht i lehtë me u mësu. Si vend, si ambient, apo duket unik më po. Perfekt, është i mbyllur mirë, ka hapësinë të lartë. Padeli tash është një prej sporteve më të famshme në këtë botën. Është duke u zhvilluar me të madhe, edhe në Kosovë po zhvillohet. Tash ka edhe turniret padelit, domethënë është ka bëhet edhe faktikisht sport që ka me marrë pjesë edhe në Olimpiada. Sekretari i federatës tha që kena po edhe turnire, kështu që herën tjetër tash më ftoi dhe mua me kon pjesëmarrës në lojë, kështu që unë do të bëj edhe një pyetje sa herë njëft mendon që do ta vish në këtë vend. Po qyro, unë menoj jo pak në zonën, po menoj në weekend gjithsesi. Okej, edhe një gjujtë du me bë ideje, vetëm ja demonstru publikut që gjysh luhet kështu. Apo një top lutna? Hajde, qërë. Edhe raketat jenë ndryshe pe i tenisit e pe i ping-pongit. Pam. Shkjo është ideja. Muje, mos ma lemet muje. Bravo. Opa!
sport, padel, në Kosovë funksionon. Edhe këtu jena me sekretarin e federatës këtij sporti. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Unë po du me ma sqaru pak këtë sport, pe kur është në Kosovë si sport dhe çfarë ambicie ka. Po sporti i padelit ka ardhur në Kosovë qysh në vitin 2021, kur ne kemi themelu Federatën e Padelit të Kosovës, ndërsa një vit më vonë vitin 2022 është hap qendra e parë e padelit, ndërsa sot Prishtinës edhe Kosovës po i hapet edhe një qendër e re e padelit moderne, siç është kjo me 4 fusha të brendshme. Ndërsa ne si federat gjatë kësaj periudhe, domethënë kemi punu vazhdimisht që me rrit këtë sport, me asovizu edhe njëkohësisht me promovu për me ardhen në këtë pikë ku jemi sot. Domethënë hapja sa ambiente ka ky sport në Kosovë edhe njëherë no? Domethënë është një qendër e cila ka 3 fusha në ambient brendshëm, ndërsa sot i shtohet edhe kjo me 4 fusha, ndërsa deri në fund këtij viti ajo bën mundi mirë. Padyshim që po për këtë edhe kemi punu ne si institucion qeverisës së sportit padellit në vend, ndërsa deri në fund vitit Prishtinës do të shtohen edhe 2 qendra të reja. Mirë po, deri në fund, gjithashtu në gjithë Kosovën do t'jenë dikon rreth 20 fushat padellit që do t'jenë në Kosovë. Okej, na me fusha pas kemu pasuru, veç a mendon që do ta bëjnë ndonjë turnier apo diçka me këtë sport në vitet në vazhdim? Padyshim që po ne vetë se kemi organizuar edhe 10 turne që nga themelimi i federatës edhe deri më tash. Mirë po përveç asaj është edhe fakti që ne jemi edhe si federatë edhe si kombëtare edhe përfaqësojmë Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe padyshim që sa më shumë ambiente të tilla që kemi në vendin tonë, këto na ndihmojnë edhe me rrit nivelin, duke filluar prej moshave më të reja, pastaj edhe për të kaluar edhe në xhiri femërore për me rrit masovizu tek femrat këtë sport, edhe me përfaqësu Kosovën në arenën ndërkombëtare në mënyrë më të mirë të mundshme. Në vitet në vazhdim ku të ka ndaj turnir, unë du me kanë pjesëmarrës. Am lejohet? Që po, patyshim që po. Kjo është sport i lehtë që ja vlen mucik, lehtë i mësueshëm, nuk ka nevojë për ndaj talent, edhe besoj që kemi të vetën tek ekspertë. Faleminderit. Gjithashtu edhe për juve. Respekt. Këtu jena me një adhërues këtij sportit i cili quhet Bardh Krasniqi. Pse Bardh të pëlqen ky sport? Po ky sport është u bë masiv në këtë botën. Domethënë është sport i ri këto 10 vitet e fundit, edhe është më atraktiv, është më i lehtë me mësu, një farë forme të jep mundësi gjithkujt me lujt, edhe për çdo është edhe trend, edhe mosha ndryshme, nuk do me thonë me qenë edhe sportist aktiv e hima izi me lujt. Këto qysh po doket si ambient edhe është me standarde europiane, mu po më doket se po. Po, na faktikisht i njohim edhe këta, me thonë, themeluesës dhe ndërtuesët dhe këta që e kanë hapë këtë vend, edhe i falenderojmë që na kanë mundësu, sepse mungesa e fushave të padellit në Prishtinë është evidente, kështu që këta e kanë bërë një 4 terene me super standarde, edhe nuk është larg, është i magjistrales qasë, është perfekt. Ta bëjt një pyetje, po vetëm reale, po më përgjigj. Sa njoft ti më ardh? Unë njerë njoft, ma shumë nuk kam ku. Unë vikendin e shfrytëzoj zakonisht për sport e ma lëvizje që kështu që gjatë javës e kam fitnessin, crossfitin, kështu që... Kishe edhe një ambient aty? Po është ambienti aty pak i forcës, kështu që e kam bërë super, edhe për forcë, edhe për zgjatje, edhe plus është pjesa mrena s'di e keni posit, është po mbjen si me promovu mu, një gisa unë, një gisa në... Tash përshkojmë nga dole. Që bëja ke mire, kam po një farë për mbledhe të nevojave të sportistave, o atyve që dojnë mu marrë me aktivitet. Faleminderit shumë. Dherë dhe pjuve. Respekt. Kjo sporti jo ma i ri në Kosovë, po ma i ri në Kosovë. Padel. Kështu që unë sot mësova për këtë sport shumë gjona, e nëse jo dëni me mësu edhe marrë me provu si sport, që sa i lehtë, sa atraktiv dhe nashta sporti se mas shumë ti mundesh me posisht do njëherë, e janë në padel në Prishtinë të klazja Marigonës aty ofër dikon, që ku ta rohë edhe ja kërë fundit. 1-0 për mu, kështu që shihemi hera tjera, e janë një padel sporti ma i veçantë.